Reagimi im publik erdhi pas mbylljes së dyerve të komunës nga ana e kryetarit të komunës me arsyetim për kontroll të jashtëzakonshëm të prezencës së të punësuarve. Por ajo derë nuk u mbyll vetëm për administratën, ajo derë u mbyll për të gjithë qytetarët e Kërçovës, të cilët në orar pune mbeten jashtë institucionit që mbahet me taksat e tyre dhe duhet të jetë në shërbim të tyre. Ne si grupi këshilltarëve të Aleancës Kombëtare për Integrim jemi për disiplinë, për respektim të orarit të punës, për përgjegjësi institucionale, por ne asesi nuk do të heshtim përballë mobbingut, presionit dhe metodave të friksimit që po ushtrohen ndaj të punësuarve dhe ndaj qytetarëve. Këto veprime nuk janë vetëm të papranueshme moralisht, por bien ndesh edhe me dispozitat ligjore që janë në fuqi. Ajo që e bën edhe më të rëndë këtë situatë është gjua e përdorur nga kryetari i komunës ndaj meje në rrjetet sociale. Në vend të përgjegjësisë institucionale dhe arsyetimit të bazuar, ai në mungesë të argumenteve zgjodhi të sulmoj karakterin tim, mënyrën time të funksionimit dhe mentalitetin tim. Kur jemi te mentaliteti e pranoj, unë vi nga një familje shqiptare me mentalitet shqiptar dhe për këtë krenohem. Dhe kur fyet mentaliteti im, fyet mentaliteti i shumicës shqiptare në Kërçovë. Fyen familjet shqiptare, tradita shqiptare, vlerat shqiptare dhe vetë populli shqiptar që përbën shumicën në këtë qytet. Siç duket, kryetari ynë i komunës, i frymëzuar nga retorika e prizve të tij, politik që studentët shqiptar së fundmi i quajnë të paedukuar, menduan dhe mendojnë se me gjuhën përçmuese dhe me arrogancë mund të mbjellë frikë dhe të hershë shqiptarët. Por e ka gabim, sepse shqiptarët e Kërçovës nuk friksohen nga ofendimet e as nga kërcënimet politike. Ne kemi ditur gjithmonë të ruajmë dinjitetin tonë dhe të mbajmë atë në çdo institucion, do ta mbrojmë me fanatizëm. Me ato deklarata, ai nuk më ofendoi mua, ai tregoi më shumë për veten e tij dhe mungesën e respektit ndaj popullit shqiptar në Kërçovë. Fyerjet unë personalisht do t'ia lë kryetarit, t'i vlerësoj dhe t'i thirr ndërgjegjes së tij, sepse fundja jemi njerëz dhe mund të gabojmë. Por duhet të kemi sens reflektimi dhe të kërkojmë falje. Unë nuk do të hesht aq më pak kur preket dinjiteti im dhe dinjiteti i atyre që unë përfaqësoj, shqiptarëve pra. Dhe pikërisht për këtë arsye është koha që shqiptarët të kuptojnë se Kërçova nuk mund të udhëhiqet nga njerëz që nuk ndjejnë dhe nuk respektojnë frymën, kulturën dhe shumicën shqiptare në këtë qytet. Prandaj, duke pas parasysh se kryetari aktual i komunës Kërçovës vjen nga popullsia që nuk përbën shumicë në këtë qytet, apeloj fuqishëm te çdo shqiptar që ky të jetë kryetari i fundit i komunës Kërçovës, që vjen nga mesi i popullatës, jo shumicë në Kërçovë. Në fund, falenderoj nga zemra çdo qytetar që më ka përkrahur këto ditë. Faleminderim të veçantë deri te Dega e Aleancës për Shqiptarët në Kërçovë dhe Dega e Bashkimit Demokratik për Integrim për mbështetjen dhe solidaritetin e tyre me mua.